rënjët I kanë qak, liria ka emër. Edhe si kur lufta prapë me fillu, këta djem e din mirë kur s'kan me u frigu, se për zotat dheut qdo kohë kan me I dal, s'ka fuqi armike besa që I ndal. Në loke e shkreta në vend se me u krenue, thot me u pas vrave ky që m'ka shpetu. Luftuan për liri, por harruar kanë betur, për ty flitet mirë veç kur je I vdekur. Shqiptari vërtet inderon çlirimtar, roftu që këja rofshin shqiptar, roftu që këja rofshin shqiptar. Shkoj fuqishëm! Djemtë u qekës janë dhurata e Zotit, brezi më I fort, qysh prej kastriotit, luftëtar në shpirt, çlirimtar në zemër, rënjët I kanë qak, liria ka emër. Djemtë u qekës janë dhurata e Zotit, brezi më I fort, qysh prej kastriotit, luftëtar në shpirt, çlirimtar në zemër, rënjët I kanë qak, liria ka emër. Faleminderit shumë! Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë dhe një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa I largohet, qa është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Prej lufteve qa I largohet, qa është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdes si një dëshmor. Falenderojmë artistin e përmasave mbar kombëtare për intonimin e himnit, zotin Shkodran Tolaj. Në një kohë kur terri duke I pafund, kur toka e Kosovës dridhej nga padrejtësia dhe fytyrat e njerëzve ishin bërë hije nga frika, nga nën toka e Dardanis diçka u zgjua. Jo një ushtri me armë të rënda, por një shpirt I lashtë, I pandalshëm, I papërkullur, një zemër kolektive filloi të rra. U ngrit zëri I një populli
që nuk pranonte të tretet në heshtje. U ngrit ushtria çlirimtare e Kosovës. Ajo nuk lindi në sallone politike, por në plagët e historisë, në lotët e nënave, në britmën e padrejtësisë, në zemrat e atyre që e donin këtë tokë më shumë se veten, me uniform të thjesht, por me shpirt të hekurt. Ata u bën simbol i shpresës, i ringritjes, i dinjitetit, dhe populli u ngrit me ta. Çdo shtëpi u bë stre, çdo fshat u bë zemër, dhe çdo zemër u bë betim. Kosova do të jetojë. Dhe kur bota pa guximin e tyre, kur pa qëndresën e një populli që nuk thyej, historia filloi të kthehet nga ana e drejtësisë. Liria erdhi jo si dhurat, por si amanet i paguar me sakrificë. Sot emri i UÇK-s nuk është thirrje për luftë, është thirrje për nder, për identitet e dinjitet, për krenarinë e një populli që të mos shuhej, gjeti forcën të ringrihej edhe më i fortë. UÇK-ja është e pika që nuk u dorëzua kurrë, dhe udhëheqësit e saj janë të herojnë tanë. Andaj ne sot, nga ky shesh, thrasim një zëri, liri për çlirimtarët. Sot betejë jonë nuk është me armë, është me drejtësinë e mohuar në për gjykatat kurdisura. Është lufta për mos me pranuar pa drejtësinë, për të mos lejuar askënd të na thyej shpirtin. Më lejoni që të ftoj në emër të Këshillit Organizativ këtu në Shkupin Dardan veteranin e luftës, njeriu që në moshë të rinisë mori plagët për t'i mbajtur sot siguror liria. Ftoj Berat Ajdarin. UÇK. Të nderuara dhe shumë të respektuara familja të dëshmorëve, të nderuar invalid të 3 luftrave, bashkëluftar, e pror, e veteran, i nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës së Kosovës, zotri Gucati, i nderuar komandant Ali Ahmeti, të nderuar motra dhe vëllezër, bashkombas nga të gjithë trojat shqiptare. Sot flas para jush jo vetëm si antar i Këshillit Organizativ të kësaj proteste, por edhe si invalid i luftës, si një njeri që në trup dhe në shpirt mban plagët e lirisë. Plagët tona nuk janë vetëm në trup, ato janë kujtese gjallë e ditëve kur liria nuk ishte fjalë, por ishte betejë. Dhe sot, kur shokën mbështetje kaq të madhe, zemra më rre njësoj si atëherë, me krenari, me mall dhe me përgjegjësi. Jemi mbledhur këtu në sheshin e Skënderbeu në Shkup për një kauzë që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hag. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë
se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtu në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi ynë, krenaria jonë, historia jonë. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë gdhendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrëtia, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është thyer kurrë, të Skënderbeut, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Adem Jasharit, Luana Radinaj, Ismet Jashari dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, me gjakun dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar. Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin tonë. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe të njëri tjetri. Pa jemi një komb, kemi një gjumë, kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndaj. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku ynë, sakrifica jonë, historia jonë. UÇK! 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 Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluarën, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërton. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitos dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tanë. Faleminderit. Gjithmonë, kur kemi pasur nevojë, trungu am ishte aty, krah nesh dhe mes nesh. Edhe sot ne ndjejmë dorën e ngrohtë të Momodheut, i cili vjen nëpërmjet veprimtarit të madh të çështjes kombëtare, Zotit Hazgan Haklaj, të cilin e ftoi që të marrë fjalën. Të dashur vëllezër dhe motra bashkombas, të dashur vëllezër dhe motra të një historie, të një gjuhe, të një gjaku, të një qëndrese. I nderuar
kryetar i veteranëve të luftës zoti Ishti Kuçati, i nderuar komandant Davidi, Daud Aradilaj, i nderuar komandant Çeliku, Fatmir Limaj, i nderuar themelus i ushtrisë shërimtare të Kosovës, komandant i ushtrisë shërimtare kombëtare të Maqedonisë së Veriut, misionari i kombit Ali Ahmeti. Faleminderit që më thatë mundësin të them fjalën time që nga Malësia Gjakoves gjerë në fund të Shqipërisë në Sarandë, në Sarandën e Çamrisë e në Çamrinë e Sarandës. Miq të nderuar, një rinis i madh thot, me shkronja bëhet alfabeti dhe me shkronja shkruhet kombi. Po të mos ishte alfabeti shqip, ne do të shuheshim. Ky është Papa Kristo Negovani. Dhe 3 shkronjat më të arta të alfabetit shqip janë UÇK. Respekt të miljoje për të gjitha ata burra dhe gra, gjebë dhe vajza, që dhanë gjën me të shtrejt, jetën për lirinë e kombit. Vëllezër dhe motra, kur bie burri dhe perëndon dielli, mbyllet dera, thoshte Konfuci lashtë. Dhe ashtu u duk që pas arrestimit dhe dërgimit të Hag të drejtuesit të UÇK-s, u mbyll dera e luftëtarëve të lirisë. Po kjo nuk do të ndodhë kurrë, sepse asgjë nuk mund ta prandoj diellin e UÇK-s. UÇK-ja është fotosinteza e kombit shqiptar. Ndaj sot të gjitha rrugët e trojave etnike të kombit shqiptar të sillnin tu në kryeqytetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është lutja e Nën Terezës, është pena e Samiut dhe Avdyrit, është diplomacia e Ismail Semalit, është pushka liberatore e Adem Jasharit, është pushka liberatore e Shkëlqen Haradinajt, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Prandaj askush nuk mund të njollos UÇK-n e lavdishme. Ajo me gjakun e saj nënshkroi lavdin më të madhe në historinë tonë, pas kohës së Skënderbeut, pas epokës së lidhjes shqiptare të Prizrenit, është epoka më ndritur, epoka ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe në këtë betejë, ushtria çlirimtare, ushtritë çlirimtare kanë patur gjithmonë në akord plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt e miljoje për alatin tonë strategjik SHBA-n, rroft kombi shqiptar, lavdivja për së ndritur të dëshmorëve të kombit, liri për çlirimtarët. Liri për çlirimtarët. Një komb, një histori. Drejtësi për çlirimtarët. Faleminderit shumë. Ajo është bia e një luftëtari që nuk u gjunjëzua edhe kur errësira i doli përballë. Dhe ai e mundi me zemër të zjarrt. Ftoi të marrë fjalën vajzën e Nuri Mazarit, komandant Strugës. Përpara jush, Shqipdona Mazari. Përshëndetje, të nderuar të pranishëm, shqiptar nga gjithë trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Bashkëluftëtar të kujtesës son historike, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, të rinë, motra dhe vëllezër. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të artikuluar fjalë, po për të rikthyer në vetëdijen tonë të përbashkët një kapitull të shenjtë të historisë sonë. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dinitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë sonë, çdo zemër re me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, qëndresës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme. Emocioni im është simfoni krenarie
Dhimbje, një ekuacion i ndjeshëm që lidh gjakun e të rënave me detyrën për të... Faleminderit. Me detyrën tonë për të artikuluar të vërtetën historike dhe juridike. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetull nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistik harrese. Por sot ata nuk janë në llogore. Ata janë në një sallë gjyqi të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi një si anakronike, të drejta, të pa drejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim Thaçi, një nga figurat kyçe të luftës dhe të shtetërtimit të Kosovës, u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore mbi jetesën sonë, ishte dalja jonë e fundit nga humnera e shfarosjes. Ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukjen, dhe ata që udhëhoqën këtë lëvizje nuk ishin kriminal. Ata ishin mbroja fizike e një kombi të tërë. Ne jemi ata që u përballen me brutalitetin sistematik të regjimit serb. Ai regjim na goditi, na shtypi dhe u përposhtë na zhdukte, por ne sot jemi këtu. Sot jemi dëshmi e gjallë se gjithë ata që u munduan të na shtypnin, ne qëndruam besnik dhe të fortë, ndaj jemi këtu. Drejtësia e humb moralin atëherë kur harron rënjet e së vërtetës, ndërsa e vërteta e humb fuqinë kur lejon të shtrembërohet nga paragjykimet. Kosova që ecën sot me kokën lënë ndërkombe, Kosova që zhvillohet e afirmohet, është testamenti gjallë i sakrificës së tyre. Historia nuk mund të shkruhet pa e dëgjuar dhimbjen e viktimave. 5 vite para burgim, pa aktgjykim përfundimtar, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë bashkëluftëtarët të tjerë, janë dëshmi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por është një ndëshkim politik. Dhe si të mos mjaftonte bara e pa drejtë e viteve në paraburgim, shumë prej tyre u privuan edhe nga liria më themelore njerëzore, e drejta për t'i dhënë lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. Hashim Thaçi humbi baban, Kadri Veseli humbi të 2 prindërit, Hysni Gucati babain e tij, ndërsa Nasim Haradina i vëllon. Pa mundësinë që t'i përqafonin për herë të fundit. Kjo nuk është thjesht dhimbje personale. Kjo është një plagë kolektive në ndërgjegjes sonë kombëtare, një kujtesë e hidhur se sakrifica e tyre vazhdon edhe sot. Ne nuk shohim sot nga dobësia, por nga plagët që ende pikojnë. Nëna që u shuan pa parë djemt, baballarët që vdiqën pa lamtumir, bite UÇK-s që mbeten larg varreve të prindërve. Dhimbja jonë nuk është një thirrje politike, ta din gjithë këtu e gjithë kombi, e gjithë shqiptaria, e gjithë popujt e Evropës, është zë i zemrës së një kombi që nuk haron. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për pa drejtësi. Ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Precedent ndërkombëtar dhe kontekst historik. Drejtësi që njeh se mbrojtja e jetesës dhe dinjitetit nuk është krim, por e drejtë elementare e çdo populli, ashtu siç ishte edhe e drejta jonë. Burrat që dolën sot, i dolën zotat dheut, po
po përballen me tribunalin ndërkombëtar, por ne besojmë se e vërteta historike dhe juridike do të triumfojmë mbi paragjykimet dhe narrativat e manipuluara. Drejtësia që të jetë drejtësi e vërtet, nuk mund të shkelet nga paragjykimet ideologjike, por nuk mund të shkelet as nga interpretimet selektive të fakteve mbi popullin ton. Narrativat e manipuluara që synojnë revizionimin e historisë shqiptare, ndaj drejtësia nuk mund të harroj parimet e proporcionalitetit, nevojës dhe legitimitetit të përdorimit të forcës sipas standardeve ndërkombëtare. Shqiptaria ngrihet me integritet, maturi, mençuri dhe mirënjohje të përjetshme ndaj krereve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndej respekt dhe drejtësi për gjithë krerët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sot në hak po mbrojnë sërish jo vetëm veten, por lirinë e një kombi të tërë. Liri për Hashim Thaqin, liri për Kadri Veselin, kërkojmë liri për Jakub Krasniqin, kërkojmë liri për Recep Selimin, liri për gjithë çlirimtarët. UÇK! Faleminderit. Faleminderit Shqipton. Ai qëndron sot mes nesh jo për lavdi, po për kujtim. Për të na kujtuar se liria ka gjak dhe ka amanet. Ai është zëri atyre që mbrojtën Kosovën jo vetëm me jetë, po edhe me gjymtyrët e tyre. Ftoj të marrë fjalën kryetarin e OVL-UÇK-s, Zoti Hysni Gucati. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarët e dëshmorëve, invalid, veteran të dy luftra të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare, i nderuari Zoti Ali Ahmeti, i nderuari General Daut Radini, i nderuari Fatmir Limaj, i nderuari Xhevair Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri çlirimtare e cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protestë e fundvitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mund të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu, tu kemi përpara shtatorës Skënderbeu, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verdhë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq të madh të vëllezërve dhe motra që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kalume i tregojmë drejtavillove se ushtria çlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykata të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në gjykatë ku isha e burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët. Ne e dim se çka kemi dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshtra rëna nga ata dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thëmë,
kërkojmë që kjo gjykat tjetë gjykat e mi fitle Evropa, mos t'ja ve faqen e zez vetë vetës me ata njerëz, me ata prokuror dhe gjyqtar që në du prapa. Evropë si bëjmë thirrje të bëjë një drejtësi të drejtë. Ne thëmë në fillim nuk kërkojmë elmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fill. Rënoft ushtria qëllimtare e Kosovës, lavdit gjithë dëshmorët të kombit. Faleminderit e respekt pafund. Faleminderit zoti Kucati. Në vazhdim të nderuar të pranishëm më lejoni. Këngët e tij u bën historinë që të flas. E bën sakrificat të dëgjohet edhe sot. Ai këndoi i lirisë edhe kur ishte më së rëndi. U këndoi i heronjve. Dhe zëri i tij është amaneti i gjallë. Zonja dhe zotrinj. 3 breza në një këngë për çlirimtarët. Më lejoni që përpara jush të ftoj më të madhin Alte Shaqirin, Korap Shaqirin dhe Ilir Shaqirin. Gjithka në përbot së i plasur si këmban mbi glopstinët dine shkojnë kur sum po shpir ti dargan burat dritur zemër bardh kur që pallat sjupin poshtë flot bes shrekuj mbajnë di shpin për një kom që kur nuk sos se na kanë thonë i përqakur ndër veteja për këtok në përplumba janë përplakur rreth ngriti një epok nuk kanë pikur jo nga qielli as nga toka nuk kanë dalë fare pisi kanë dardanët emrin e kanë shqirimtar. Janë të urte, të turueshen një damare, ka një nak me u ashtru shlirin dhe jesive tima të ndezin plak. Se na kanë thonë i përqakur ndër veteja për këtok në përplumba janë përplakur rreth qendriti një epok nuk kanë pikur jo nga qielli as nga toka nuk kanë dalë fare pisi kanë dardanët emrin e kanë shqirimtar.
Për beteja, për këtë tokë, në përplumba janë për flakur, rresë ndriti një epokë. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, pare pisi kanë dardanët, emrin e kanë. A i vjen nga një historish beteja është të mëdha. Beteja të drejtësisë, të lirisë e të dignitetit. Edhe sot, edhe pse koha ka ndryshuar, shpirti i tij luftarak nuk ka humbur. Ai jeton me çdo njeri që refuzon pa drejtësinë dhe që nuk pranon të ullë syt kur ka të drejt. Lejoni që të ftoj për para jush një nga themelust e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish komandantin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, Zotin Ali Ahmeti. Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorëve, shumë të respektuar, e të respektuara invalide e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufit e Europës, që Europa të mos pushtohet nga Osmanët. Jemi mbledhur sot këtu, afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit dhe vetë. Pjetër Bogdani i dha dije e filozofi Europës. Nexhata Golli regjimi e pushkatoi si ministër vetëm e vetëm se kërkoi liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. Dhe tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin
të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtejnë të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës General Clarkut me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pa kontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoi shumë në rajon për paqe e stabilitet, zotit Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkon të tua marrë e mohoj lirin të tjerëve, por liri e drejtësi kërkon të për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes, të rinji studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet matë mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonim çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrimet nga më njerëzore të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektoj të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria qëllimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qëllimtare e Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qëllimtare e Kosovës është shpalli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhin. Prandaj nuk do deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuza
që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njullosin historin e luftës çlirimtare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtar që ndodhen pranë tyre grillave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjell. Mbase na dridheshte lëkura në shtat kur dëgjonim akuza që ne na i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminal e bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhë firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria shërimtare e Kosovës, as nga ushtria shërimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezent këtu me plagë në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vetë. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeut, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisit gjithë shka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kemë barazi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bagerit, që nuk dihet se ku i ka eshrat, pikrisht ato regjime që sot po përsëriten nga anti-shqiptarë më të mëdhenj. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë advetarë e çlirimtarë duke zbatuar. Politika të Nikola Pashiqit se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi, vrisni shqiptarët, dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet, sepse Miloševiqi kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët. Dhe në pyetjen e general Clarku, si do e zgjedhish problemin? Si gjithmonë si i kemi vra, do i vrasim
përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generali të NATO-s, Miloševići thot, dimnje si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djemë, këta njerëz, ta luftëtar, ta bashk luftar tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhu e luftu për lirin e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševićit. Prandaj, ne kërkojmë drejtësi për shlirimtarët, sepse libri i verdh është me na shkelje, me na mohu historin më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë shërimtare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luft e angazhim të kriminelve. E tërë koncentrimi është aty, që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarun të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirin e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheci e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykat dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri. Faleminderit shumë, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë demonstratë. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që edhe njerë në emër të Këshillit Organizativ t'ju falenderoj për prezencën tuaj, që t'japim zërin e fuqishëm nga sheshi i Dardanisë së lashtë. Çlirimtarët duhet nderuar dhe jo gjykuar. Mirupafshim në thirrjet e radhës të Theut.